Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi, kudo që jeni, në vazhdim do ju prezantojmë fshatin Hoqe Vogël, komuna Rahovecit. Hajde po kalojmë pjesën e zebrave. Faleminderit. Ky pra është fillimi i fshatit Hoqe Vogël. Po e shofëm bashkaresh si është mënyra jetesës, si janë njerëzit dhe shumë çka tjetër që i përkosin Hoqës së Vogël. Një fshat i shumë kërkuar, miqtemi. Unë nuk e di ku deshta me shku, temperaturat e bëjnë të veten, sa që na kanë trollov. Sheve Kingun. Mashallah i të kofë, në këtë nëzit, të punu, jo lumt, njerëzit si janë ndryshe këtu, janë shumë punëtor. Jemi në fillim të fshatit, fshati është i stërmbushur me shtëpi, është si për çudi, është fshati i parë, po m'duket që ka menjëherë shtëpi. Por të shohim se a janë të banuara këto shtëpi, kjo duket që jo. Veç është ndërtu, në fakt ende nuk është finalizuar nga dritarët kujdesondi. E kemi pak e zvështirë me që ky fshat duket si me qenë qytet, ka shumë qarkullim, lëvizje të shumta. Hajde po provojmë me taku ndonjë banor me na tregu për këtë fshat. Është një fshat i shumë kërkuar, tash ju vetë na keni ftu. Hajde tash delni tregoni për fshatin e juaj. Edhe ndoshta ndonjë parregullsi mundeni me shpreh lirshëm. Ja sheni hojrin. Shtëpitë e bukura, o burre, sot e kemi problem edhe me i po, sa që as syzat nuk po më ndihmojnë, se temperaturat me të vërtet i kemi shumë të larta. Por nuk po di ma as kur me dalë, as veç me dalë në 12 natës, po nuk shihet sen atëherë. Në hijet pemes, po qëndrojmë, sikur të kisha këtë pjesën që shtë, për marak i shkon. E kjo shtëpi sa e bukur, si kuti. O, po fërtja pas ka qëllu me këtë roleta. Të kafta. Mos gaboni ata të cilët jeni të ndërtu shtëpi, mos gaboni roletat e bardha se sheni kiametin me sy. Apo më dëgjohen papuqet sa nallet. Vëshkë. E pas kemi një restaurant këtë në fshat, edhe që ka i bukur. Por ne po vazhdojmë kështu. Përshëndetje! Si jeni? A doni musafir? Mirë si ju gjetëm. Sa bukur me kamera je banori, por si e thu kështu ju lumt. Jo pronori lokalit. Apo? Edhe ja shehojrin pak në që gjërim. Reklam pa pare, ku po dënë. Si jeni? Mirë si ju gjetëm. Si jeni? Ajni mirë. Si jeni, ajni mirë përndet ju. Ku me ullën e? Ha që në mesin e juve dëve? S'keni qef? Okej. Po ju anë shkallojmë. Kone ki fobi shkollën? Kamerën? Me fakulteto, po kamerën ka fobi. E qysh njeri shkollun e me pas fobi? Na boni të loshe. Ha, po qysh jeni? Mirë jemi. Qysh po kaloni? Po kalojmë mirë. Si janë banurët? Banurët mirë jonë, i ka kop stresi, sinët kanë filluar, gati u përfunduar. Tash ju e keni këtë pjesën e rushit, a? Jo, e grurit. E grurit. Rushi është ma bojnë. Rushi fund statorit. Jo që e marak, po më kanë knoq vitin e kalu. Vesh në rrush më kanë mojtë. E tash mend t'i kisha të Ja, rushi. tash e kështë sezona e grunit. Po. Grunit jonë në përfundim fshatin tonë. Ka pas shumë? Po, jo, shumë s'ka, shumë nuk kemi grun, kemi diku me vitet
po mendoj vitet 80, tani që 60-70 hektar, tash është 7-80, ma tepër s'ka. Po, është rënd. Që ato çmim s'ka, trit nuk s'jon këtu, kanë ik, s'ka perspektivë, s'ka kur gjoj. Kështu që Përveç kultivimit të grurit, a kultivoni edhe diçka tjetër? po, përveç kultivimit të grurit, thuja të gjitha e kultivojmë mirë, po mas tepër mirë rush. Po, rrushin një keni Rushin, po edhe specialitet. me gjithë që po të hake rushi, e përmendëm një. Nëse po presë me ardhë në gjirime, ku Jeni e është mirë se rrushi? ardhen kur të dëshironi. A din me na tregu për afërsisht sa shtëpi janë me familje rezidente brenda fshatit? A Për afërsisht. këto vetëm edhe me gjithë se jam unë përfaqësuesi i fshatit. Këto Kemi taku personat adekuat. nuk muj me tregu se nuk kam qenë tu, kam qenë në Austri 35-6 vjetë, tani jam pensioner. Deshta ti kontribuj edhe fshatit diçka. Kur jeni kthy? Kur jeni kthy Jam në kthy Kosovë? para 2 viteve. Po. E si ke funksionu kryetari i fshatit, e ke jetu në Austri, apo? Jo, tani, mëse jo marrë Tash tani. jeni, po. tash. Faleminderit për fshatit, për fshatarëve, E kanë propozuar. si ta besun fshatin? Po, kanë besuar, me siguri do në më provue, do në më provue. Po, Ose me boni provë. po, kjo është provë për mua. Nëse nuk gabojmë thatë për 35 viti një konë në Po, Austri. në Austri. Edhe i një kthy përfundimisht. Jo, përfundim, jo pensioner, këtu rri ma shumë, shkoj një herë, 2-3, në vizit, në Apo qëndrë ma shumë këtë, apo atje? këtu. Si kanë qenë 35 vite, po ju pës pak për Po, shka që atëherë? Edhe kofë se ka fjetë ftovës. 35 vite kanë qenë, bjeru kaj kafe. Për shembull pini. 30 Çka të ftoft, çka dush në qenë? Kiwi, kilonje, mollë, pjeshkë, dardhe, vishë. Më s'ka rush. Më s'ka lëng rushit. A keni rrëmërës? Voronin s'ka. Hajtë një den to. Nuk një higla. Golden Eagle. Golden Eagle. Jo golden, Ah. den dorë, den. Keni, dobel. Longje, Loni, dorës. mollë, Dorës. Kam edhe dorës. Dardh, po. Aska, hajtë molla qa dush. dardhe, pjeshkë, mollë, Po, vishnje, Gjitha i pi. drezhe. Cila tashma e ftofta merë që ta? Ishe duke na tregu për vitet në Austri, 35 Ja, që vite. të- Si i keni pos? Si kemi pas pa tjetër u këndesht ajo kohë. Këtu mas luftës do mos nga kallën, nga dogjen ma, si nuk ka desh pa tjetër me jetu atje. Sukër vendi jot nuk ka. ja, Ato është le e ta prish. din çdo kush le ta di. Mirë po ju kësha bo apel të gjithë, le të punojnë për jashtë, le ta inshallah kanë shnetën, inshallah kanë ymrin. Mirë për ne të kontribuojnë dhe ne të mendohen që një ditë më kthejnë vendin e vetë. Sa mendon Se që me Kosovën nuk ka. tash me që e përmendet kontributin, sa mendon që Mërgata kanë kontribu për vendin e vetë? Mërgata deri sot kanë kontribu mjaftë. Që fshati jonë, për shembull ose Brastovsit Koshit që i kemi, fillo këqyri krejt shtëpia të reja kanë ndërtu. Përveç shtëpive Kontribuojnë për tyne, njerëz, kontribuojnë për për çdo shembull gjë. ndonjë rrugë rrugic, Po, që para një muaj e gjys, i kemi rregullu 5-6 rrugë të fshatit. Kom mërgjimtar që djali vllau i këtij, Bylbyl Gashi, Shaban Gashi i kanë dërgu ka 500 frank, prej Zvicrës kanë dërgu në bank. Shko merri pas e urxhi, punon edhe kështu fshatarët s'ka bet kur për bada. jeni me gjithë banorët e fshatit, a njihni? Po, na nimi gjithë banorët e fshatit tonë, njohim edhe banorët e Brestovës, se jemi me një shkollë fillore. A këto e pas kemi banor nga një fshat tjetër, a? Që afër në qitë, jemi kushi, jemi krejt, si ata si na jemi krejt. Jeni kështu në megje. Jemi në mezë, po. Shkolla në mes. Drejtoj edhe po. Po ja, s'është problem, vazhdo, se ti jenë manë vjetë, unë si jam përfaqësues i fshatit. Sa bukur po folni, unë nuk i kërkoj vetëm përfaqësues të fshatit, mu m'intereson me bisedu dhe me banorët, se këta përfaqësues pak munden me jamojt njën e non, kështu me anu. A banorët janë, banorët janë, Jo, kush e rrëfi partinë, Jo, parti, jo. Partinë e kontame, Jo, mirë po partinë po. fshat s'ka. jo, normalisht, edhe nuk i Fshat dashur. duhet e bas partinë, fshat duhet punë. Edhe respekt. Pa respekt, S'ka për. nuk ketë para. Martoheni me zveti? Po, Mundeni? martohemi me zveti, unë si 64 vjeçar jam dhëndri fshatit. Dherë të shpis. Dherë të shtëpis. Papu që shkën e penqojnë Po. rusit. Se na jemi disa fshatra këtu. Unë jam kastrat, miqti kompletu afër, që këto në komi këta e në gash. Kemi Krasniqe, kemi Hot.
jemi kështu. Që do më thonë, fshati është i përber edhe nga disa lagje të tjera. Po. Sa lagje mundën me konë? Po Krasniqa, Kastrati, Hoti, Gashi. Çfarë jemi po? Krasniq, Berish, po Berish janë këtu, po. E si shefi Edhe po lagë shërben? mëlla E shefi shërben se Shefi, ka ekipon tort? S'kan me, s'kan me. Ha? I ke shumë pushime, ha? Po so të hiqë asnjë po pushimi po s'ka. Pse nuk o? Hajde, bisedojmë pak. Ule se tutesh je shefi. Qa, keni marrë mjutu të kamera, po kamera Jo, ma nuk si të kanë. kamerave. Ha. S'keni e fol, por s'kam shkollë. S'ka ka lidhje shkollë. Pa shkollë çu Po, adin më tregu për jetën fshat, nuk kërkohet shkolla. Jetën fshatën shumë bukur. Edhe marr dorë unë apo më shti. Aj, që, veç kur të foli unë ma drejton mu. Kështu. Po, qa? Jo, do ja unë s'kam që herë. Edhe më ka pak, s'ka problem. Edhe po, unë fshatën jeta është e mirë, përgjithësi është jeta e mirë. Jena jo ku sa anëtor jena këtu, sa popull jena këtu në fshatet. Nuk e di asgjë sa më të thonë. Për ndryshe edhe unë jetoj në Zvicër që 40 vjet. Po, atje kam familjen gjithë. Veç me shoqën jam këtu. A më kthyer nga atje? Për ndryshe, hajde këtu, hajde. Hajde brese me araj ka rikçi. E për ndryshe jena këtu veç me bashkëshortën rrim, po edhe kanë ikëm edhe për Zvicër mi po. Vetë po, ma shumë rrini këtu Ma me shumë që këtu, edhe po, ki biznesin lokalin. Sigurisht po. Kur e keni hap? Po kena hap 2002-ën, 2003-ën, Paska... 2003-ën me 14-26 kurrik. Edhe si po ecë puna? Unë arsis, po ka gjinë kanë ikë gjinje. Po mirë, nuk është të keq, përgjithësi nuk është të keq. Apo mund është pak të në diçka... Po unë e shumë i me mbona fitu? të kësajna këtu. Po, këto e kivish për hobby, ha? Për hobi pakës edhe që Edhe vinë pak- katonartë, vinë Me i bashku banorët me sigurisht, zveti. po sigurisht. Edhe Çdo herë në fshat duhet me pas një qendër. një që lokal po, po, këtë dinë po që me u bashku. Po, dhe po. Për ndryshe mirë, vallai u kënaqë, unë vetë u kënaqë. Nuk di për këtë tjetër, po di. Për çka njën banorët e fshatit? Për shembull kur t'ju tregoj se kam qenë hoxh të vogël, çka më thonë? Të thonë që jonë shumë prisat të mirë, jonë. Bujar, Djemë mirë, punëtor. bujar, punëtora. Ju na keni prit shumë mirë të shohim në vazhdimsi. Jo, kretë në fushë. Djemë Po, po të kaloni deri në fund. në natyrës, tani në natyrës mund me përgjigje, no, ha? Vetëm të me ditë çfarë misioni jemi. Katuni jam, që i vizitoj Katuni, katunët në Kosovë. Respekt. Faleminderit. Këto këna bosh të mirë. A unë këtë ka unë të ka majta? Kajt po i harrën çto Po rregulla. bjarë për se më se më mësu. Për se më mësu, në si sanë. Vallaj jo. Shkojmë të mësu, asë nuk ju më lindë Po, mësume. po, ja, ti ki shku po këma shkollë, sa unë s'kam, unë i kam E 2 vjetë gjysë trapë shkollë, s'kam shumë shkollë. Për në ishë kom po kësë Shkollën di si këtu. ndihmojnë, shkollën e këshyrit. A po, po, këto jeni, unë Apo, a, çka ju ndihmoni shkollës? Po ju ndihmoni, ajna flas, këtu jeni pas vllazën, këtu je vllazinjat mi këtu, unë jem këtu, Këto shtëpit e bukura. po që tu që, po ka jetë bukur atë në fshati kanë. Kretë na jena 95% jenë jashtë në Gorbet. Unë shtu rrugë sa shtu. Çashtu. 95% jenë jashtë, që e shpiti kanë marru, po këtë jem shërmes me roletat e poshtë. Roletat ishin të bukura. Të mirë janë mi pa me sy kështu. A mo gjinë s'ka në tonë. Matleta, ha? Gjinë s'ka, gjinë. Ama shumë dominon mërgota apo banor brenda fshatit? Mërgota? A ka prej familjeve që janë kthy përfundimisht, përveç juve? Ja, nga që na këthy, no, shkojnë apet që... Po, por që pjesën më të madhe të kohës këtu e keni biznesin e... Unë 5 muaj këtu, 1 muaj atje. Jo, Atje familjen e kemi atje. Familjen unë po vetë me shoqën këtu. Edhe këni është. Një, do plakon po. qështu. Po ju bje juve asa në jaskre, jeni me të kështë. Jo, ama ne jena mirë, po dhe këtëna jena mirë. A mundesh me na bon një dallim të Hajde. vogël mes vendit tonë, fshatit, edhe vendit, ka shumë dallime, e di e kemi parasysh. Po për shembull, çka kishe sjell nëse kishe pas mundësinë nga Ja nejtë po këne, këtu. Çka ju kish dosht vendit tonë domosdo me pas? Edhe na mboj muror. Ja, respekti punës nuk është çukur atje. Punën me respektu. Me mu të një ishtë atë telefone mi heka, po Alla dish? po, mire do këtu pak. Mi eliminu që ta bankimunët, se unë i thëmë bankimun telefonit, që mi thëmë telefon. Ajo nuk më bani Bankimun, telefona. ja, unë e loha hynë në hormone pshelja dhe kry punë, orarën e punës të be respektu. Gjatërorit No, no. punës nuk e përdor. Hiç s'ka, veç po kone se në urgjent. Për në ishe 2
2 orë bën punë, 6 orë në telefon, në Ban Ki-moon, do të thonë është problem kjo. Respektin me njëri tjetrin. Ajo duhet patjetër. Po, e vërtet, mendoni që është zbe pak? Çka e ka zbe? Ku është problemi? Ban Ki-mooni ka Ban Ki-mooni që ketë në telefon rinja, që edhe po qeshen, kur t'ju del emisioni ju del keq tani. Që kjo është... Na djen mirë, po si po jene, po që të sende vata jo, nuk na pëlqejnë fort, doj, ha, që thua nuk qështu. Çka mendoni sa po arrim me i përcjell tek brezat e ri traditën? Nuk është keq, jo, nuk ka deri diku, po thuja 70% këta po i pedojnë jetën ndrysh. Është më mirë sot apo dikur? Që sot është më mirë nga una e financimit, materiale. Tash kem krejt. Krejt i kem, tash jem të për buzë. Familjeve, shokëve, ka rao. Dhe tash ti ndërtu më tepër ka punë. Jepe po, Jo, po se kom zanat kur s'kom fol, që man ke çika. Harmonia është zbe, pse është zbe? Çka mendon? Unë mendoj se ona materiale e ka bo. Financiarisht gjinen pak më mirë. Ju ndërtu nga puna, nga orientimi i jetës drejt punës, prandaj edhe ka rënë dhe harmonia, mundësia për të takuar me të gjithë. Unë jetoj në Bersofc, kam një biznes kështu të madhe. Dalë në ora 7, ku kthejna në ora 8. Spishollet familjes ku shërintet i ngatë. E kjo ka bo. A përpara kretë kemi punë në bujësi, si nari jemi taku, edhe dhe shpije jemi taku, edhe u konë ma mirë. Shumë mënoj, s'po thonë ma mirë, s'po ditash me thonë, s'po thonë ma mirë ma keq, po me dy sanës s'po shkojke. Ose harmonia familjare apo shoqërore, ose gjendja ekonomike. Cila ka të cilë shke po bjen ndesh me dinamiken e jetës, puna, gjitha këtu. Se edhe jeta është bukur është shtrenjtë. Me pa tjetër po do të me punu nëse e ke mbajt një punë tash po detyrosh 2. 2 marë. Jeta është shtrenjtë, të ardhët e vogla, po duhet ma tepër me ngajtë. Besa dhe gjinja ka një atë stresin. Kurse të ardhët e vogla, nevojet e mlaja, edhe apo arrimi njëra po bjen, që me thonë, ndesh përse në kresh. Po, edhe po bon që njerëzit po konë pak ma nervoze, besa mos më interesu edhe për ata dhe të ngaqështë. Po kur po na vinë faturat e fryme, nona me mdol për para. Se një. Po i bje fjallë. Kimtar ku na vinë fakturët, nda thëshim hajgash, ka ma letre zapi, po ta është tipi tutum letrës. Atër mas që kemi tut letrës. Ka shumë obligime nga una fakturëve, mos u ankoj shumë, sa ju po ankoj shumë. Që është mërë mos u ankojsh? Jo, me këtu ono problem. Kur të vjen rryma 400 euro, që mos më e u anku? 400 euro s'po vjen mua me lokale ty. Po qiki, Mua më vjet 200 euro. unë jetoj në qytet. Ma shtrajnë qytet, ja. Me rrymë, aja sillet. Po dhe unë me rrimi kom cilët, po cilët të normal që po cilët, po... Nese, po, po është... Edhe kështu. Edhe kështu, edhe kështu... Po veç se po e vërti, po të imbulon edhe nuk e nin. Që shpendim, valla pendim e bashkëmije. Po gjepi pendim, unë jo, po gjepi pendim. Edhe Zvicës, me sigurisht. Sigurisht, po. Pensioni Zvicrës, e bën vetë. Tjetër se unë si shanaj këtu, me ditë që mu bashkëtë me konopa. Po jo, na faka jo. Pension kështë. Po, jo, për që ata unë kom marrë, unë kom investu këtu, se unë se kom pasë, unë kom investu këtu. Po, una e tjetër është ndryshe. Si të mos nga una e respektimit punës, orarin e punës me respektu që është duhet, këtu s'ka. Këtu në Kosovë më problem, në është të mushëm në herë me kohë në është të vjenë, po njerë për njerë nuk kom. Me na tregu fshati, ka ndonjë histori që ja vlen na me ditë? Që kur ekziston ky fshat? Ka me thonë për historien, na shqiptarët jemi kështu. Na dim për men, kështu me të shkrunës kemi jasë gjohën, nuk e majmë evidencë, nuk shkujmë kërgjoj iqë. Na ato kemi shumë anë negative, jonë, ja. Kështu që sot jonë shka me thonë histori, e di që kemi një shpi, kanë qenë fshat bajraktar që thirën. Ai bajraktar i s'di sa rrafit këtu bari është. Mirë po sot edhe kanë harru njerëz dhe atë bajraktarizmin që kemi pas. Koha turkit, po koha turkit kish pasaj përgjërsi për mu konë. Jo argati turkit, argati jonë.
Një luftë me krizë ka pas bajraktari me dalë, me organizuar. Me mytë me mbrojt vendin. Pi s'përgozoj se unë vulltoj në për këtu pari, s'ku të mja përmen, emrin? Hiç mos përmend. Sa i përket strukturës, ndërtimit fshatit, si ka qenë dikur edhe si është sot? Po të isha me maru të lëvizë. Si po mendoni? A ka pas këtë pomje, Jo, a ka pas na jurë këtu, a tash s'është, në këtë kontekst. Po, Shkollën e kemi pas shumë të vjetër, 2 fshatrat e kemi pas një shkollë shumë të lonër, që kanë kallë luftë mandej. Mandej në marruan këfori Gjermon, në marruan jo. Edhe ajo marruan shkele shkollë, fillim, si shpejt. E prishëm ato, kemi marru para sa vite u marru kjo tash, veliti jenë gjarje këtu je konë gjithmonë. dini me më tregu për afërsisht sa është numri nxënësave? Me siguri ka ro. Nxënësve, numri nxënësve, isha një ditë të drejtori, aty e urun që kanë zgjedhë drejtor, 170 diçka nxënës. 200 nxënës Si janë 200 nxënës, 2 fshatrat. A unë kur e kon gjenerat, ky kemi kon 800 nxënës, mas pak ti. Gati një gjenerat u kënë sa krit komplet sot sa është numri. S'ka, sot jo 170, 200 nuk janë tama. Kushtet si janë brenda objektit të shkollës? Kushtet janë perfekte, kanë ndimu që vllavi këtina i ka rregullu, i ka qitë kret, perdet e shkollës, kameret e kret, në mënyrë humanitare, kështu. Kushtet janë perfekt, shkollën e kemi super. Ka një mua fshati këtyne, Rostovcit, se me një vend. Po, por që është fshat tjetër, atje do jemi... Jo, na jemi shumë ofër për momentin, por që e ka epizodin e vetë. Po vetëm që na kalon emrin, se unë kisha hek emrin krejt, e kisha bo një fshat. Breso hoqe kisha bo, a hoqe u bresa, e kisha bo një qështë. Ashtu kemi nuk pajtojmë për shembull me marrë emrin Brestovc apo hoqe vogël. E si ka mbet hoqa e vogël, a ka naj goj dhe na diçka? Jo, për ato unë nuk di për veti, nuk di. Dikush nashta plest mujnë me dit. Përse di sa për këtë Brestovc, sa di unë dish, Brestovc ka teleskopci aty te nishi. E po del se prej atje na kanë përzonë sukur di 1878, kur na i kanë përzonë sukur 99 ka qenë 1878. I kanë kalli, i kanë djegë dhe i kanë përzonë shqiptarët e këmena. Edhe po del se pi atje na kemi ardhur. Në Brestovc kemi ardhur. Edhe kam jetë emrin Brestovc sukur shumë jemna që ka, shumë fshate që ka me histori të rrethit nishit atje. Tash me ju pyet si qëndroni me elementet kryesore për jetën, ujësillësi, energjia, rrjeti kanalizimit, i keni këto të gjitha në rregull? Po, të gjitha e kemi, me energji jemi sukur krejt Kosova, dimnit, shpenzimet më të mëdha, kemi dojë ndërpreja në kënena, ujësillësin e kemi. Unë e qesim këtë, u thëmë rejka në këtë prodhska, po këtë numin e vogël, aty dërë për drejti. E bonë, qesim po së zgjidhja jo. Nuk o zgjidhje hiq. Shpejt u ndretu edhe mo, nuk funksionon si kanalizim për shumë. E qitën kanalizimin, e prunën dhe këtë erti këtu parim, do këtë diku. Ode në gjysh diku. Po diku, u lidhëm, u zonë, se su përfunduën, u zonë me njerë i qkyqëm në ata ujnët e zezë dhe i qitën prapë. Po në rejke kemi, se u zonë. Sa herë bikeshi, u zike dhe jega. Nuk është aje në dorën e banorëve, janë kompetent ata cilë e keqe, kanalizimi u dhonë kumë ditë sa pare, prej hoqës madhe, thuja, edhe krejt ato pare kanë shumë noj. E bojnë kanalizimin kush se kontrollon ramjen si a bojnë mirë, zinjet me heri edhe prishet. Ta shapet ju në të bo, pi hoqës madhe ju në të bo, e ka përsim, po, edhe prap kush se kontrollon, se di që kontrollon kush, edhe prap se prap zdo tjetë funksional edhe ajo. Do të kontrollon komune me edhe si këshu e ka kur si interesohet sa me që fell. Unë e kom shpirë me podrum i fell, podrumit s'pom dalin aty në kanalizim, se për bojnë nalt. Edhe rrim nalin shpesh. Sidomos në kohën e dimrit, janë... Jo, dhe të eshti, për do punë shka po... Jo në do bojnë prevenime dhe më tjetër, ka do shme nalt pa tjetër, jo, nuk është pa tjetër, me bo bypasse. Për shembull, ka me punu që kënejna lidhe për janë dhe pas më mahat kërkushi. Vesh në lajmërojnë, s'kemi rrim të hanën për që sa e orë të kështë. Mirë që ju lajmërojnë të pak. Jo, po na po rrim po do të me najtë, se unë e konë punën me djemë, po do të me najtë, po gjatë ditën e ka.
Traktorët Te gjithandej. gruni, që po shkon gruni, Kontur. fabrik, po shkon buka. Po shkon shkon buka. nëse, po di se është gjatë, po lëvizje. Që, Po si Jo, është pil, Liçi, atë. unë për vetë u kënaqem në fshat këtu. U Se unë, knaqe. po se unë kom shpia dhe në zërë kom shpien, po këtu më tepër rrim në hoqë të vogël, ku kom Një lindë. fshati ish i lezetshëm. Se ma që farë pamet mire ka. Cili është kujtimi më i bukur që e keni brenda fshatit për vitet sa keni qenë, Për mua- para se me shku Për mua është kujtimi në më i mirë. shtetet ka jeni? Kur jam lënë në rej këtu, kur jam lënë, rej ka kone pa që të Për përbarë. gjyqë shto, as i pesh. U lasë nga to mirë. Për një me, është e vërtetë, është unë për veti. Të sanë di kena punu me rrushe, me bastone, speca, kastraveca, që ato kena. Me altonit i kena pas gjë. Po e kon bie, ta është i krejt janë me katastrofë. Se ta është i që si pesticide, që këtë doj. Po, Me kështë janë shumë, dhe më thonë, po, dhe tash kanë ndryshu standat shumë mirë janë, apo dish, nga una financimit e Po, po. ekonomisë, do janë shumë mirë. Po, po vetëm e Vetëm shoqe, unë dhe grau. s'ka më Ajtë knaq. se që ashtu keni lypë edhe jo. Jo, Po paraqitni që shtë kënej po keni qevish me gro. E ka thumar, jo më s'është e vërtetë ajo. Ore po ju nguci, sonë nuk ju një. Shtin me fort, Po po, që në politikë, profesioni kësaj Kjo politikë ofisore, po din. Unë për sapjat kom folë shumë, kom folë, kur ka mira s'kom folë. Era para. Bukur, faleminderit për kohën. Respekt, Respekt jeni për juve. të mirë sa ardhën kur të doni. Faleminderit shumë, është kënaqësi e jona. Edhe joni, respekt. Një dhe mrena, ju që është një drejt, një darkë, shka të kini qef. O, faleminderit Ah, shumë. Jeni Shef. kur tonë të mirë sa ardhën, lajmëroni, merrni numrin e telefonit pronarit, Të takon pra këtu. vetë jam si në shtëpi të babës. Nuk Ah, pyetuni. faleminderit, Veç hy kështu, bam bam. Faleminderit, bravo. Ishte shumë kënaqësi. Bravo për neve. Ma tepër për neve që ishte. keni marrë kohën, që keni ardhur këtu pari, ju falenderojmë, amo përgjësia din. Jo pasha me traktorë, tash e për tash u gjyqë shumë nalën. Ika. Po e pash do të pika unë nala kur marrë të kur shkruaj. Si pas ku me shku, të ju keni shkru në Me trash në kurt. Si përshëndisëm shatrat tjera na presin në rend për me na folë. Sa i ndonë se kjo mirë, kjo një Jo është respekt i pa madh. personale dikush e ka fëmijë. Po, normalisht. Ja, po bëjmë hajgar, sa na, kur të doni, shkoni tash rrin njerëzit prapa atje, s'ka Keni prit problem. shumë mirë. Kur të keni dëshirë, Faleminderit shumë. E pash nuk keni hezitu. Po i pim lëngjet edhe kalojmë pjesën e fshatit. Nuk koma me bicikla jeni. respektin më të madh. Gjithashtu edhe për juve, Qite mirë po ka pofshim. kështu po kësër. Po i vjen një gjiro, i vjen një gjiro, po. Se lo ka pak të djali i ri. Po vëllai më sfritu. Se kish ka me, ne po kish ka me injizu. Bukur e pas Që po. vetë na të Pjesën alte ki Banimit. banimit. Po. Që vetë na të buj kërku me grun monën. Po çe se shporti guma dhe se Guma s'mo. e pas ke E shpërthy. pas kemi edhe një Qi? lokal tjetër të Po shkretit. shkoni edhe aty shkoni. Kaloni mirë, ha? Faleminderit, Mirë, respekt. Çdo të mirë. Faleminderit. Valla dhe na i na knoq me juve. Po sa njerëz të mirë që janë. Rrah vetë mo. Veç do të me pas kujdes sa ndika po dën. E kemi edhe një grup tjetër të banorëve të cilët janë grumbullu për kafe, janë të i lyp hijet, të shofum se çka po na thojnë për fshatin. Përshëndetje. Si je, a je mirë? A je lodh që të vita e pidurën pak? Mirë, ju si jeni? A jeni mirë? A jeni lodh? Ka pak valla ju Me apo jo? shëndet? Mirë, shqyr. Jeni banor i fshatit? Po. Si është fshati? Mirë. Banorët? A mirë janë, mirë. Jo Ç'është po kaloni me banorët? Mirë, shumë mirë. A ka diçka që i mungon fshatit? Jo valla, jo tonat mirë. Kreti keni, a? Po bosha si po valla. A din me na tregu sa shtëpi janë ose sa banor janë këtë fshat? Valla, ja 300 janë. Po, a? 300 shtëpi. Aha. Po. A ka mërgot shumë?
Ka shumë. Se e kanë braktisë fshatin, për çfarë arsye? Po si për gjysë kanë shku, gjysë kanë me këtu. Me dash këtu me jetu, me punu, a Po, mundesh? po, vallahi. Qa po punën mirë, qa po bënë tash? Une i punoj 13 hektar tokë. Mashallah. Po, vallahi. Apo ju ndihmon dikush? Vallahi veç une me gruan. Ani, bëlle pas Po, ke gruan. po, me- Cili po me- punën me- më me- shumë? Ditë kështu, Dy ditë. të njëjta, 50-50. Edhe moja 10 bika, që si muzeja. Po, a? Po, vallahi. I mjellë 10 hektar gruan, trak, kësi misër për... Po, apo ja vlen Po, me mirë, mbjell? vallahi Po, po. ka hiç fitim. Sa njën në Gjermani në zari, posha sytë po. O, shiqe. Ti bën të rafsha, po, vallahi. Po, inshallah, Po, 3 vallahi. fishin e Po, nxjerr. po, vallahi. Se Halal. djemë i kom atje në Zvicër, po gati sa 2 djemë të se ta shu kanë rritë të mija, ma shumë të rëshime. Shpenzime, ma po. shumë kanë. Po, pa i fort, halo. Po, vallahi. Po, Lumshin vallahi. krat. Po, vallahi, ani, faleminderit, Faleminderit ju shumë, rritmejra. Faleminderit, çdo të mirë. Jo, faleminderit, vetë sa kemi pi. Sa njerëz mirë. Oj, ndëgjëm. Posha sytë po, po, vallahi. Po sa të mirë që Hani, jeni, hani, faleminderit po, shumë. Jam të e pa dhe një rogic, a ka shumë shtëpia neja përfundon këtë? Au. Po, bëna që Shumë bukur. Po, Ky djali po punon këtë, Po, a? kjo djali po bëna, po. A je lodhë si je? Po, vallahi. Miru Ani, pafshim. faleminderit, ku punon në neshta 36 vjetë neshta të shtetit. Po, Ku më në 38 pëzion, po tokën kur se kom në batal. 13 hektar tokë i punoj, ty bën të rëmshë. halal. Që me vetë katunë dhe këtë komuna din. A lodhesh na i here? Vallaj ka pak, ja, E s'lona. djeli apo të pengon temperaturat e Dy larta? kësi traktorat të rikë mble vetë, jo djemët. Po, vallaj, po. E dëm punën E, dëm punën, po, po, shasyt, po, Si të vallaj. dëm punën është edhe rezultati. Po, vallaj. Zoti ta dha Po, shëndetin, ani faleminderit, ju rëznajra, ani faleminderit. Faleminderit shumë. Mirë pafshim. Po sa banori mirë që ishte. Ondi, ku i lash më hopen. Përshëndetje. Mirë si ju gjetëm, po ju kotëm pas kanë ftun këtë fshat. Faleminderit shumë. Ju jeni edhe më të mrekullueshëm se unë. A jeni mirë, si bugaloni, Se me sy zamzune me është nëzi largoj. kemi prit me orë në shotin tonë. O, faleminderit. Shumë të përcjallin programin e juj. Faleminderit. Program shumë i bukur. Shumë faleminderit. Si jeni? Mira, ki mujt. Si jeni? Ajni mirë, si jeni? Si jeni? Ajni mirë. Si je? Ajni mirë. Si jeni? Ajni mirë. Ka pulemi, kush ka me na fol? Ulu që foli ky mësusi, jo, Mësusi ju? Hajde flasëm me juve se po fol bukur. Hajde. Patjetër, Valentina, patjetër. Patjetër, Valentina. Inshallah dimi me fol se shumë nxehtë është sot. Jo, shumë. Si jeni? Mirë jemi, shumë mirë. Familja me shëndet. Shumë mirë po kalojmë. Banorët si janë? Banorët janë të kënaqën, Shnosh krejt kokan, mashallah. punojnë, kemi shumë gërbeqarë, tash pi presim veç me ardhë, se cilin shtëpiat veta. Inshallah vini mirë krejt edhe knoshni me ta. Faleminderit, me nëzi po presim me ardhë ata. Edhe noshka kemi jetë këtu, po kalojmë shumë mirë. Kushtet i kanë për mrekulli kretë fshati, që me thonë dikush e në kohët, s'ka asë një atin që pred nëjma për dikujta, që s'ponona, o fshat pëntora. Ka shumë lëvizje për atë sa në ranive, jemi tu ja se ende në fillim. Është e vërtet. Por që njerëzit ishin gjatë gjithë kohës në lëvizje me traktor të punu. Po ta shonë sezona e grurit veç, ja ka nisë me fshinje, mjellin tokën, mjellin punojnë bujqit, e vreshta, Unë e mente rrushi, Ja, rrushi. se vitin e Rrushi, kalum, kur rrush në kumbli, veç për juve. Ja, rrush. Ja, ka i rëtbull dhe kini pimeja, Faleminderit. ju bof mirë, e mirë se kini arë në shatin tonë. Është knaci, knacim edhe ma e modhe në prezencë. Shumë i mirë, edhe më barë familja e kësyrës, jo veç unë ku të shkoj lakrit pak, familjes i ku bën. të shkoj në shtëpi unë, si të shtenjë në YouTube, mas parë juve këm jo kësyrë. Me bismillah. Edhe me bismillah. As po ju bona bajata. Jo, për bes, jo, se po na vje mirë dhe pishojmë do fshata, po kisha që kemi pa edhe. Apo këton, jo pastërtijen, jo diku pa pastërtijen, kjo është e mirë edhe me pa njerë edhe qera fshata. Me marrë shembull, për shembull shembull Se çka na të për bukur. shembull jemi bloku që unë s'po shojmë më larg, ai po dalim, po ti mundesh me vizitu kretë fshatat. E tash kretë fshatat pishojmë nëpërmjet teje mas shumtit. Edhe po na vjen mirë
që on programi qëllone, po kupton? Po, normalisht Po. duhet me I qitë në pa disa gjona Po që qashtu, po. janë mbet kështu në heshtje, Po, qartë, si po. puna e fshatrave që janë lënë harres. Po. Edhe na e kemi gjetë veten, edhe Shumë- po takohemi me njerëz shumë të mirë dhe ta ne kemi Shumë je një mësuse e mire je për fshatra. Tash e Edhe po, ma ja, po, qëllune, s'ma merr mena që del dikush. Po thua. Jo, për Ja bez. problem valla mas me. Për bez, Veç valla, se lodhen. unë tash e përcjalli, ku të shkoj që aty të përcjalli shumë. Edhe unë vjen mirë, unë vjen shumë mirë. Programi qëlluna. Faleminderit. Tash me ju pyet për fshatin, Po. nëse dini me më tregu për afërsisht sa familje janë rezidente, cilat nuk janë me dry, shtepit. Qyra, me drym, ka dhe shumë, po s'ka dhe shumë, se çdo familje gati e ka një, ka dikush të shtëpia, nuk jo Por që I kanë lomat më shumë, ma më shumë, ose në kanë gjysherit. në kanë shku fëmija në përëndime, no jemi që kush për shembull, që këtu janë, psel janë, krajt. Po unë një familje, që 7 shtëpia janë, një familje janë. Unë I kam këndajna 3 shtëpia, unë jam me gruan këtu, apo kupton. Tani mirë që këtu gati çdo I kanë djem, drinia më shumë. I kanë e djem, ka i kanë praktikë po. fshatin. Po. Me dashtë me jetu dhe me punu në fshat. Po. Ka mundësi? Ka mundësi edhe janë kushtet mira, ta rroga janë të mira. Edhe çdo sa që ta mjellë është mush me ekzistu, me Po, se është toka pjellore. Po, tokë pjellore, tokë mira. A ka diçka? Me romje të lira? Ujtje për me vadit fushën, po të më thonë se tokën e kemi, Sar ka reshje? po a kështu ujtë pijës kemi boll, vallak ujtë pijës, meradonice kemi, ujtë vodës nuk kemi për momentin, po nëse vreshtat e grunët e ekzistojnë se marrin bukën veç ma herët, apo kupton. Po. A ka diçka që mungon fshat? Që mungon fshat. Nuk di shka na mungon, se Për shembull qendrët mjekësisë familjare, a keni? jo nuk kemi. Jo nuk kemi. Edhe juve ju duhet me dalë në qytet, kur keni nevojë për shëndetin. Po, në qytet, po ne kemi afër shëndetin. Edhe çdo diçka një smuj e ronda, diçka e telefon vinë të marrin edhe të shtëpia, po kupton. I kanë siguru do mjetë më mirë për plesnia, për një telefon e bojsh vinë të marrin të shtëpia, që në bollot nuk kanë keq, po kupton. Tash me ju thonë kështu jeni njerëz shumë mikpritsa. Faleminderit. Si ishinin fshatra tjera? Si ja jepni notën në bazë xhirimeve që ju kam sjellëne? Unë s'kam mujt me pa diçka keq. Ku ki shku në për shatra, mund ka për qyset kanë prit. Krejt. Ki hina bord, ka prit, a ke grua, ke burra, ka prit, ka përsjatë si njërën, s'mujt me folë për asë një fshat keq. E vërtet. Shumë, sa kom pa une, ma mirë s'ka. Ta shti ti I ki vizitu edhe ma, nashta dikush, I kpi ka merë, sa më na jo, që I vjen marra sana, Po nuk do të thotë që nuk është mikpritës. Po përgjësi, mund ka pëlqy fort. Kanë prit mirë. Edhe, Çdo familje derën hap e kemi pas deri sot. normal që po. Edhe fal tyne normalisht ekziston edhe emisioni. Po, programi qëllun, ata në Se- piqët ujt njoftëm tyje, u dërantina për në rike. Sa na gjetë. Që edhe thash, parë më na vizitu kjo ramë, kjo shatin, kjo nuk shkon veç me një vena. Mërgjimtarët nuk janë kry. Të shkrujt, Mërgjimtar, dikur u bon edhe... mërgjimtar tash pi 20-26, që do lokalet nuk ka me pas vend. Po më dash ka dhe njëherë me Se ardhe. ka shumë mërgjimtar fshati janë. Shumë ka. Cili shtet dominon? Po më shumë Zvicra, Gjermania, Austria, qëta tra shtete janë mas shumëtin. Ma të Fshati fortat. janë, po. Zvicër, në Gjermani, në Austri ki me shumicë ki që ki. Gati që nuk ka shpi pa pas gyrbet. A e pas një të fort. Ja. Hajde po kalojmë tek pjesa e infrastrukturës. Si qëndroni me infrastrukturë? Mirë, son shtë dhe keq. Për shembull, Mirë. trotuar Trotuarët, nuk ka. jo, ka trotuara. Ka trotuara, ka. Njona pjesë, Edhe ajo pjesa. njona pjesë, on trotuar të në fund Edhe të është rruga e ngushtë. Dy nuk munden me kon. Qysh dy nuk mundon më konë. Edhe këni edhe anej, trotuar. Jo, vetëm njëna onë është. Po dhe? Njëna onë, po... Besoj që rrugullohat, se për heri na është 8-20 vjetë. Po mirë që është një. Po mirë, po, qanej. kanë rregullu për një heri. Një trotuar tash për momentin rregullohen edhe ato prishën e zgjanohen në ndajqën e shteti nuk e la, vetën e lyp.
Po, mirë. A ka fshati ndonjë histori që ja vlen me ndo me neve? Po, qëtër vetëm mësusin, po, ma din, ma... Mësuesi tash është në pushim. Është në pushime verore. Ku është kryetari katunit? Po ne du me folë edhe me banorët. Po. Jo vetëm me kryet. Qe, mu Unë me dash me fol, vetëm me Oni do njëri folni. Ti është drejtori i shkollës. Jo, si përgosën politikë, ka shka më të rritë. Anani mos tregon, e jam jashtë me pyta në a fol, kjo a nuk fol. Je nuk po i detyrojmë. Po. Edhe një pyetje për fund edhe e kem. A martohni me vetin këtë fshat? Po martohen. I bëni martesë. Po martohen, pa mon për shembull, ne jemi gosh, fisi. Tana jon Krasniq, tana jon Hot, tana jon s'lidh gjoki kërgjon me ata. Dhe munden nëse Edhe martohem në fshat. Unë jam i martuar në fshat se ai çetër fis, unë jam çetër fis. Kjo është normale, apo kupton? Për atë kisha fjalën, fiks ke pyetja kështu. Po, Edhe pse jeni brenda një fshatit, jeni fiset Po, ndryshme. ndryshme. Nuk jeni një gjok. Ç'është lidh me kërgjahit nuk lidh. Cili fes është tamam vendali? Po qyre tash për konta veçë thënë jemi na. Ne thëmë goshi, Krasniqi thënë na jemi, Hoti thënë na jemi. Kush ka në orë të portë? Edhe tash apo kupton çdo njeri fol për veti. Kush për veti? Po, herët kjo goshi, kastrati, Hoti që ta jonë ma të partë, apo kupton, edhe si mon mend që sa vite jonë për shembull këta fisa, brez mas brezja, apo kupton. Që të më thonë, fshati ekziston para shumë viteve, është shumë vjeqar. Shumë vjeqar, është, tash edhe s'mundu me di kërkush kush ka ardhur parë. Normalisht ju jeni i ri, gjyshe, stërgjyshe, katra Po, gjyshe. edhe bab, gjyshet e tonë kanë pas dikon tua, këto jemi shumë të hershëm jemi. Po. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit për kohën. Faleminderit shumë. Faleminderit Faleminderit, respekt për teje. Gjithashtu edhe Pa, kaloni mirë, Mirë merrni mbiqe, Red po i Bullet. morëm, po i morëm. Po ju përshëndes gjithve, faleminderit Tash shumë. vizitoni Ran, me që keni orë, kemi qenë me pa fshatin tonë të Tash ky smet keni me pa krejt fshatin. Po, shumë faleminderit. Edhe sa banuri takojmë nuk e dim. Miru pofshim. Na erdhe edhe një tjetër banur. Si jeni? A jeni mirë? Unë jam Masar Berisha, jam veterani luftës ushtrisë shqiptare të Kosovës, përkas një familjes që kemi 13 antarë të familjes të mytën, mesin e tyve koma një djalë, mytën në luftë, në fshatin Nagafës gjatë bombardimit, sërbët i kanë bombardu dhe e në mytë. Shoqen e kom pas plagosën, grata e ogjës i kom plagosën, njona i ka hupë edhe sytë, mu i me ushu edhe me vizitu. Kanë të humbur në kretë fëmijë, pas luftës i kanë prapë, tash i kanë bo fëmijë, kanë lindë, kanë rritë fëmijë, jenë bojë, jenë martu, jetën nuk kanë qashtu. Unë i punoj operator në trafostacion 110 Shënërovec, me gjithë vllahun kemi qenë lukë bashkë. Kam rënë prit me ndjerin dëshmorin e kombit i ndrejtësaren, tash jetoj jetën, kam fëmijë, tash pas luftës, se mu një djallë më ka mytë në fshatin e Gafës, një kom pas të ndunë, më ka vdek mas luftës 5 vjeqe gjysë. Po jeta vazhdon, tash i kom 4 fëmijë, i kom studenta, i kom diplomun me mekatronik. Jeta vazhdon, i falemendroj ma fshatin për gjithë për krojen që në kanë dhonë, si tha dhe parafolsi Dahimi, ne jemi këtu disa fise e qojna mirë, ka fise që janë të martun Gashi me Krasniq, Berisha me Krasniq, kemi të martun edhe në fshat, edhe jemi një fshat shumë simbolik, jemi Mik Prica, e qojmë mirë në mes veti. Gjekë dhe me mërë. Po. Prej kofeve. Prej kafe, Mik Pritje kështu bojmë gjithmonë, kemi, e qojmë mirë, nga tresa s'kemi. Këta janë Gash, unë jam Berish, këta janë Shal, Krasniq, dhe më hënë e qojna shumë mirë. Minzi presim me aqit njëri tjetrit një kafe ose një pije, edhe e qojna jashtëzakonisht mirë dhe jemi shumë fshati mirë. Në mes vete, Edhe po falemendrojmë mërgjimtarët mas pari, se na kanë
bo këtë fshat kaq bukur, me gjithë ky fshat ka qenë gjithë i djegun gjatë luftës. Tash është një ndër fshatet më e mirë. Neve na duket me shku ku me shku, ku dina në është vogël është ndrysh. Ndërtimet e bojnë të vetën, Ndërtimet e bojnë vetën, po edhe njerëz janë shumë njerëz të mirë edhe për atë arsye qojna shumë mirë. Se edhe shtëpit kur janë të bukura e banorët kur nuk janë të mirë. Që unë kom shkrim që aty ku i kom flamurët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. A është na i kosh aty? Po unë e kesh shtëpi edhe dula shoqja mosh na bord. A është dikosh aty me hyna, me godit? Muni me hy. Po se shkojmë i bashkë? Shkojmë edhe bashkë. A e ka problem Kamilën? Kush? Gruaja. Po, ku ta di ako? Po e shqetësojmë se edhe në këto temperaturat larta. Jo, valloj e ka kollë shpretin se ajo me druga tuna, ajo. Është kursimtare. Po rryma i vjen shtrajt, edhe që i punon burrin tropu, rryma i vjen shtrajt. Po që të bish. Banor sa munden me konë, për afërsisht në Valloj, këtë ka fshat? ma vjetër të dinë, Bacauk është ma në rrjedha, Ja, Baceluk, mos s'pa e ngucëm heq. se sasitikin nuk e dim. Jo, për afërsisht Nuk e dim. Ma shumë mi kemi në për Gyrbet, s'ka shpi që s'ka në Gyrbet. Që unë na jemi 4 vllazën, 2 kam në Zvicër, 2 jemi këtu, kemi me të kretë, veç mi Që do më thori rini nuk ka shumë? rinin që ata shka i kemi shumica e në për fakultete, në për sanë qështu, rinia në ka ikë, valloj, në ka ikë. Edhe ata që kanë kry fakultete i kemi të pa punë, unë vojzën e kom me mekatronik diplomune, master punë s'ka. Po lypin punë me 200 euro, 300 euro, me punu me fakultet në për marketa, në për Ja, katastrofë, më shkurt. Faleminderit shumë, se po ju lo me e pi kofën qetësi, ishte shumë knaqësi. Shumë faleminderit për ju. Faleminderit gjithve, miru pofshim. Farë nëzeti, i falenderoj banor cilët na mirëpreten në mënyrën më të mirë të mundshme. I kemi zhvillu ca biseda lidhur me fshatin, tashme veç po e njohum se kush është hoqa e vogël, hoqa, ja hoqa. Nëse ja hoqi në i sen, ju kërkojnë dje se është 20 grada. O, që te kofën që të vleje, që fare për dënë. Mi kolli flëkta, tepër është në zetë. Një fokus shtëpive të bukurat këtij fshati, një fshat shumë i lezetshëm, pastërti gjithandej, infrastruktura nivel, ka nevojë për riparimet të vockla, por që mirë është. Me që kujdes ondi, largohu pak nga rruga, mundet edhe me pas jo banorët këtij fshatit edhe fluturon, se për banorët e hoqës, ja, që të ullna, për që më shkilin. Sa bukur një pjesë tjetër, shtëpit e bukura, pra gjitha këto shtëpi janë falë mërgatës cilët kanë kontribu për fshatin, edhe ndërtimet e bukura i japin ngjyrë fshatit, pa dyshim. Ju lumt, ani pse nuk jetojnë, nuk e kanë lënë fshatin në harres, të pakten shtëpit i kanë bërë të bukura. I përshëndesëm gjithë mërgjimtarët e fshatit Hoqe Vogël, e posaçërisht ai person, nuk e di as kush më ka shkruar se nuk i njoh, por po du me përshëndet edhe me falendëru se me të vërtet ja ka vlerë që kemi ardhur sot në këtë fshat. Veç behonja që të kishëm dol në një kohë pak ma freskët kur është, se nuk po arri mirë me po fshatin, jeni tu e po dhe jo gjatë gjithë kohës gjilli po më përcil. Por si do qovë po vazhdojmë. Fshatin, vlente ceket, më do të me ju të regu që fshati nuk e ka shtrirjen e madhe, është një fshat i vogël, i bukur, hajde ondi, fokus. Dhe kjo është jeta në këtë fshat. Nuk ka diçka që mungon, që ndrojnë mirë me ujë sjellës, energjia si gjithandej. Si energjia që është din mo. Qërshia. Dvackla. Edhe një tjetër familje që nuk është brenda fshatit, po du me përshëndet nëse shen emisionin Kap Jashtëpin, sa bukur, dhe ju dëshirojmë
Ju dëshirojmë ardhje të mirë në vendin e tyre. Uroj dhe shpresoj t'ja kaloni si është më së miri. Viti 2026 t'janë pushimet më të bukura për ju. Hajde po kalojmë pjesën e trotuarit. Po sa bukur, gjatë gjithë kohës janë me traktor, koha e korrjes së grurit. Ju lumt. Tani pra është koha e kordjes, atja morëm ca misër, grur më falë, atja morëm të grur me zi, kështë të shqithojmë bre, nuk ja di emrin, veç më pëlqen shumë, me zi edhe me hongër. Kujdes, qëto e pas kanë një shakt, a? Shakt. Se kur du me thonë shakt, mbjen me thonë edhe shankt. E tani, derisa ti ndoj këto dyja me ditë sakt që ka po du me thonë. Një pjesë këtu nuk po m'pëlqen, e dini, një kosë e vogël që të e rahatën, e pastërtën, e pashlajis mërë, po qëka jetu dosh me thonë edhe te mërë. Du me zbulu diqka, jam të e pa pasqyren që nuk mundem pa ju afro dhe mi thonë pasqyre, kush është ma e bukura. Përshëndetje, si jeni? Atë vi pak të flasëm. Mirë pofshim. Hajde, e pas kemi edhe stacionin këto, me ull e me pushue. Vetë se është nëzet, e s'mundemi me pushue. Jemi edhe pranë objektit të xhamis, një objekt të jetë të lezetshëm, shumë i bukur. Me 2 minore. Edhe kjo pjesa tërësisht është shtrume me kubza, jo lumt, po si me i thonë fshat, kur ma jep ndjesin pasë me qenë qytez. Është fshat i vogël, shumë i bukur, shumë i këndshëm. A na iku një rrugic, se dija ka shtepi, hajde po shkojmë. Nuk du me ju mbet bërgj publikot edhe me ju thonë që nuk pat, e në fakt me pas, po shkojmë kështu, po shkojmë i kështu poshtë, ande qëtësi të lutem, bon kanë fond qëtësi, mos nga bëni zhurmë si jemi në gjirime. Hajde të shofëm edhe, sa bukur e pas ka në burrin, edhe kjo pjesa e punu me kritisht me guri, po më pëlqen shumë. Edhe ajo pjesa ku e morin abdesin, perfekt. Kemi ca rrugica interesante, po shpresoj mi ja qëllu rrugicave mërgjimtarët kanë lujt kërën kod vogël, sa do pak me ju ngjall nostalgji, do mundohemi në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe sot me bitis këtë fshat që më kam beq kjo bitis e Ferizajt. Nuk është që po shkoj shumë shpesh Ferizaj, po më kam beq. Një pjesë këtu ku ndodhemi nuk po më pëlqen. E dini pse? Nuk po komentoj, ja hajtë se po komentoj. Pre, qa ko? Ashtë ke pjesa e ujtë për cilin më kanë folë banorët, me siguri po, sa që edhe algat pas kam fillu, nuk po më pëlqen. Është një pamje jo e mirë për fshatin. Hajde kemi edhe uren. Shofëm gjendjen si është. Ku ka ujën e veç me nejtë, qetësi, absolute, me qetësot rrumlin. Rjedhja e ujtë për një me, nuk e ditë e jo, veç të onë ndikon shumë. Si qiken teme. Një pjesë bukur e madhe e tokave nga këto që po i shofëm, shifini. Veneshtat. Edhe pak rushi. Do jemi shumë shpesh mandej në Rahovec. Të paktën qëta rosh mos të blejmë. Vi morëm rosh në Rahovec. Sa bukur i ka punu me misër, pas ka dhe perimet të tjera.
ndoshta i ka mjell vonë, por që kungujt, që i pas ka doll, fruti, speca, ndoshta dhe nuk është këtë, banuri. Per atë sa mundem, para mendoj sikur nuk ishëm ardhur në këtë rrugicën, gjysa e fshatit kokën këtë pjesën këtë, mirë që erdha. E për ato në çdo rrugic hy, nuk e lo asnjë rrugic, veç nëse mi ka din kështu se me dijet e mi joe, ka po shkojmë, hajde kënej. Një ish Zadruga, e cila tashmë është e mbyllur, të shoh se si e mbon emrin kjo rruga, Baba Ibrahim. Ibrahim Baba, ka jemër Ibrahim Baba? Mos ma këqër një grimin se shkoj. Ronë të krejt. Tepër në zatë është, zot ti mamë, dimane. Sa bukur. E kemi një objekt të ku shkruan plakat, kishte pika qenë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë luftës Komunën Rahovec. Rahoveci, për atë sa unë kom arrit kështu me po, në shumë fshatra kanë qenë kështu shtëpiti kanë qenë si bazë për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Ndër të tjerash në këtë fshat ka pro edhe shumë viktima. Lavdi gjaku i tyre u bo së liri për neve. Nuk di çka them tjetër, por di të them një gjë se duhet me u vedisu ma shumë, me dasht njëri tjetrin ma shumë, edhe mos me harru se çka na ka ndodhë. Historia që harrohet, larg asaj. E dini vazhdimsinë, por që ish dash me qenë hala ma të bashkum, ma të dashtëm, me mbështet njëri tjetrin, me përkro, me afru. Ati një qëti me klim. Pashallah, po më fladit. A ti shpo më doket, se në luft, që më në ishë me gjetu i dikon. Se në luft im ka shumë e vogël, po e mbaj mend shumë. Një pjesë tjetër bukur e gjatë e rrugës, tërësisht e shtrume në Kubza, në anën tjetër i kemi shportat e mbeturinave, pastërti ju lumt. Rahoveci edhe mi pas fshatrat krejt lëm. Adin, po e thëmë kështë buk falisht katonor që njerëzit janë shumë të mirë, njerëzit shumë janë dashtëm edhe janë të respektum. Edhe një tjetër pjesë e tokës e cila është e mbill me bashqe, me një bashqe. Qëtë? A ka diqka? A ka kush që shkon qatë rrugicë. Kisha ma dronin. Ja, a ma bëni halal mos më shku? Hajtë se po shkuj. U këna që kjo ndi të kesh me mu. Vallojnë, si qura në mjegull jem të ecë, se ma ka hu barabortin që thujmë na, në zetit, edhe ondi, ku i ki palomat, ku me ma icë. Te e ki ma letë, po unë edhe duhet me mendu qa me fol, jo veç hajtë. Hajde po shkojmë me pomjet kësaj rrugë, muret si kanë qenë dikurt, që i kanë ndërtu me tulla dhe bolt. Në anën tjetër shtëpia e bukur. Anën të mendu që është fshati i vogël, po çfarë i vogël bëllëm dëllë. Ti dothë qëtu papuqe e ti e si dothë, qëtë po njëhen granime. Kja marrë një pjeshkë, qëtu jenë pjeshkat e leshta, pjeshkat leshatuke. Sot. Ja, s'moj mo. Mishte mi ka që kishëm për sot. Nuk është e vërtit, spekulime. Në do të dhe një pjesë. Po në gjitëm. Edhe pak po në gjitëm, po nuk është po shot diçka. I pas kemi shtëpi ndërtim e sipër, që hajtë veç mu një mikëqyrë, bëllon gjita. E kem në rrugicën tjetër.
Valloj me ditë se nonën teme e gjoj qatë nuk po të ngjitna. Veç këshërne. Me ditë se takoj banor po, por që shtëpit po duken me qenë të mbyllme, që 3 vllazni ren, asnjë nësë janë këtë. Jo kërkojmë gjisë, po besoj që ju mjafton me kaq, me pomit. Tash në se cilën s'mundemi, se edhe ashtu minutazhen e kemi caktume. Gjithë këtu rrugë, thot, vetëm qendra e fshatit, ke më atmosferë, por që u shtë oh. Por që rrugët e fshatit kështu janë shumë bosh, qetësi absolute. Që të qa ka? E qka është këtë fshat? Farë strukturë interesante ka. Pozitën e ka, për hirtë e por, kam betë pa koment. Nuk e di se qëfar pozitën me thonë që e ka. Pozitën e ka shumë interesante. Sa edhe rafsh, po edhe përpjet. Shefe, jep një fokus, sa bukur. E mërgjimtar, bre. Do shta ka nërë për pushime. E tash kjo rrugica ku na qetë, se na kam betë edhe një rrugë kryesore. Nuk do të ato me harru. Jemi në një pjesë shumë të bukur të fshatit Hoq e vogël. E pas kanë parkon edhe një gjysmë këndit lodrave për fëmijë. Por gjithsesi është në një pjesë shumë të bukur, mbizotron pastërtia. Aty ku janë fëmija do të edhe pastërti, janë e ardhmja jonë. Hajde po shkojmë drejt, e kem një pjesë shumë të bukur nga këto, po isha shtepit, po isha dhe fushat, komplet këtë pjesën po e shumë nga këto. Përveç të tjerash është rafsh, e shtrume perfekt, edhe no comment. O, kur është mirë, me plot gojen e thëmë që është mirë edhe pik. E kundërta, ko me thonë gjithmonë ko me thonë. Për këta edhe e kam këtë rol të gazetares, me i qitë në pa, të mirat dhe jo të mirat. Jemi të e po edhe objektin, ashtë kjo ish po qendra mjekësisë familjare e që tashme është e mbyllme. Nuk e di pse, për çfarë arsye është mbyll, derisa fshati është i banuar. Nuk e di. S'ka mjek, mjek të na ik jashtë. Njerëz të përgatit po ikon, a? Mjek të mirë po i humbasëm çdo ditë, po të parja. Sa bukur. E gjithë kjo pjesë është ekositme, gjelbrim. Perfekt. Një tjetër shtëpi është e banuar apo ndërtim e sipër. Po më duket vetë sa pas ka ndërtu, egzof pronari i ri, po vetë sa pas ka ndërtu se po e shën nëpërmjet atyne kablove që i ka kështë të zgjat me rrymen të enë. Apo? Edhe elektriciste kom fillu mu bo. Shumë gjëra më kam mësu fshatrat. Jam mirë një se kam mësu, s'po ju kallëzoj heq, ma mirë. Sa gjëra ti kam mësu në për fshatra me njerëz të mirë. Dikosh një fjallet, unë veç ngojsha edhe veç bleje. Gjërat e mira do të me i marë gjithmonë, sidomos shembull, gjithmonë, hajt, që t'jeshtën? Unë i mja po për hajra? Hajt, po s'kom bën njerë. Dyrë qilë, po këta në ra vetë s'kështu i mbojnë, po më delna i gjarë, për në tani për i meja bëj për hajrë. Hajt, hiqni, diçka më levizi. Alla dhe ti ondi, fart të monojnë edhe ty. Para më dhe me më dalë, pronorën me thok ka je nisë. Ka je nisë. Ore, këtu është dikush. Për mu dhe në ka nuk hi. Egzoft, po ikum. Qëto zona? Qeta? Nuk po më pëlqen pjesa, kështu si duket me pastru. E këshit zgjeru fshatin hala ma shumë. E këshit shtru edhe pjesën e kubzav hala ma shumë. Por edhe kështu nuk është keq. Mirë është me lënë kështu në i qufër, sa me di që jemi në fshat, por jo ka të shumë. Ura është kjo vazhdimësia, asaj nuk e di
Nga vjen ky ujë? Nuk e dimi. Shtoj pas kemi disa koshe të bleteve, koshere. A? Bletat, po t'na vjen një mas parfumi. Apo ma hek qatë kamerën se vdiqa. Hek ma kamerën. Ktheja fshatit. E qëto far papuqës që po dalën e pas me ka të shku të naj shoqe. Të naj, ato ku i shiket dalin kështë shpejt e shpejt. A? Me shku me pi një kafe. Sa bukur e pas kanë shtepin. Me që është tepër nxehtë, tash njerëzit edhe janë tu freskune për bazene, kështu që nuk po provojmë me hy në borre, ose nëse shë mundësin që mundemi me hy me trokit, pa hezitim. E kemi edhe një tjetër pasyre, a dolim ku ishëm bre, po m'duket, a? Mo ka pështjel qëta shkatuni, ja dhe isha për një ure kry. Po qëfar? Shumë paska valla. Kjo rogica këtu ku ishëm, që e kemi përshku të tëren, na ka qitë në fund të fshatit. Tash po shkojmë kështu prej fundit, po e vazhdojmë edhe pjesën atje ku na ka mbet, që ju paralajmërova krejt në fillim. Edhe fundin tash më duhet me bo si ka mesi fshatit, jo tamam të tabela që të regon se është përfundimi i fshatit. Qa është kjo, po shetë kanë market, se i posh veç fruta, perime, market, por që lokali jepet me qera, me zipo lexoja. Nona jeme farë në zeti. Zëtë më dortone. Një shtepi e cila ka mbet e djegme qyshën nga lufta, edhe pas luftës kështu e kanë lënë. Qëto pak ja pas ka prish fshatit. Përshëndetje! Si jeni? Ajni mirë, ajni përnguta? Të shpi, një shpi në gjatë, e kija jetë pret. A je mirë? Mirë. Përshëndet, familja? Mirë, tonë. Qish po kaloni? Mirë. Si është me kom banor i fshatit hoqe vogël? Po që zvogël jemi këtu. Po si është me qenë banor, për çka njihni? Mirë, Njerëz të mirë? po, Si i keni raportet mes banorëve? shumë mirë. A ka diçka që ju mungon në fshat? Vallaj, mirë, tonë e jonë. Tonë jenë. A ka prej familjeve që ndoshta nuk i ka kushtet e mira? Unë për atë sa pash, jo, se cili shtepin ma të bukur se tjetri. Po. Sa ju kanë ndihmu mërgata? Mërgata edhe kotë lutës në kanë ndihmu. Po, Ju kanë dhënë popullatës, mirë rrëgu shpijet. keni qenë dëmtum? Po, Shumë shkromehia? unë e kam dëmtun gruën edhe 2 vajta. Apo a? Që aty në fshatin e Agasin e bombarduar, edhe aty e djeme të agjës. Edhe tash si jetë sot me Janë shëndet? shkuë 12 fëmijë, gruaja me 13. Po a? E si janë sot me shëndet? Mirë. E kanë morë vetën. Po. Një fshat që ka qenë shumë i dëmtum sa i përket civilve. Sa janë gjithsej këtu? Njerëza? Po, Vallaj tyve. nuk e dini. Nuk e di. E gjduku ma ka? Dukën jo. Nuk ka gjduku. Nuk ka dukën. Jashta që në bombarduar si në Kos, në aeroplan Serbi, që aty jemi dëmtu shumë. Por që jeta vazhdon, Po, shka në dhe. ashtu siç Edhe do janë konë, shatin Celina atje janë konë, po atje i kanë djekë. Po që i kanë djekë, tani kemi shku që e marrë ata. një ka një aty prezent, ku i një shku mi marë. Po jemi konë në të blenën ku i kanë shtinë, aty i këshim pas djekë. Dhe që i shka kemi marrë si kosa. Jenë kontë këti fshati? Apo të fshatit Po, Celin? dy janë konë të fshatit tonë. Edhe që i njehni. Po. Shumë e ronë. Shumë. Ishte shumë knaci për kohën, faleminderit shumë. Faleminderit sa ju keni ushet mia. Faleminderit, miru pofshim. Na bën halal që në zetë. Mos ta mbaj ma gjatë, se është tepër në zetë. Jam bo bajatu ju thonë që është shumë zetë, po më vjen me thonë, se është
me të vërtet shumë nxehtë. Po vazhdojmë. Shkum. Edhe pak e shkum. E kemi edhe një tjetër rrogicë, duket me qenë pronë private, nuk është të shtrume, po mendoj, po supozoj që është private, nuk e di. Por është një pjesë shumë e shkurt, dhe disa shtëpi që si kanë qenë dikur. Ama edhe shtynë e mërgjimtarve, po du me ju thonë diçka. E di se nuk është e imja, po dhe është e imja me që tash jem bija e Kosovës, kështë po më quajnë, ku do që po shkoj, a jem e sigur që prap në ri, ku kondi, gjëna. Hajde del që të dhe flosëm që kështë të thonë. Shtynë e mërgjimtarve, loçkat e mija, mos i ndërtoni shtëpijat kaq të mdoja, kaq shumë investime, edhe që vini veç një javë, 2 javë, ndërtoni një të vogël, kur vini e bëni gjumin, knoqni, se kështu veç po shkon shtëpia dëm, për juve e këm, se unë këtu në Kosovë jam. E di se nuk ju mbet hatre, edhe për atë po foli lirshëm, se po mendoj për mirë shefi marrë me traktora, ani pse në mosh kë gjatë gjithë kohës takarraka me traktor. E pas kemi edhe furren, këto në fshat, atë shkojmë të hojmë dëbuk. A e hojna dëbuk? Ja s'po hojmë. Hajde po kalojmë pjesën e trotuarit, për shëndetje. Si jeni? Vjen mirë. Jeshëm tek xhamia, prap dolëm te xhamia, edhe tashme po e dini që i erdhi fundi, edhe ditës së sotme i erdhi fundi qëndrimit ton ditor sot në fshatin Hoç të vogël. Padyshim, shumë të lumtur do e përmbyllëm ditën e sotme në këtë fshat. Jemi pranë lapidarit në fshatin Hoç e vogël. Fillimisht komplimente se sa bukur e kanë rregullu, meritojnë shumë a shumë. E kanë dhënë jetën për neve, për lirin cilën ne sot dhe gëzojmë. Një numër shumë i madh i civilëve, në anën tjetër kemi edhe nga dëshmorët. Fokus me që numri është shumë i madh, ka shumë emra, po du mi pas vetëm me pamje, lavdi dëshmorëve, lavdi cilët e kanë dhënë jetën për lirin tonë. Nuk munda pa u kyç edhe një herë, po m'pëlqen se si e kanë shkru, ju edhe atë jetën për lirinë e kësaj toke, për jetë do të mbeteni në zemrat tona. Por, hajde të traktori po du me përfundu. Por, duke ju falendëru, ha? Mi hyp? Po vjen mërë pronor. Ja, po zhyt nëse ka krit me kësi me ullje, me... Po më shot mërë na i kon kum harru. Djema, dini me punu me traktor? Pa tjetër. Hajde bojna fotën. Te traktorin. Faleminderit shumë. Hajde. Hajde. Ty të kom po me të vetë në televizor? Me të vetë? Po, me të vetë që e kon. Edhe me të vetë si më kon. A e kryte, a? Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Miqtë e mi, më do të me ju falenderu edhe juve që qëndruat edhe sot me neve. Ne takohemi në fshatin tjetër të radhës të bukur si Hoça e vogël. Deri atëhere, mirë mbetëshi!